Gjithashtu thot prej shenjave të madhrimit të ndalesave është që njeriu të zemrohet, të hidhrohet, do të thonë për hir të Allahut, kur e sheh se shkelen ndalesat e tij, të ndjej në zemër pikëllim, mërzi, kur i bëhet mëkat Allahut në tokën e tij dhe nuk i bëhet, do të thonë nuk i bëhet bindje Allahut, nuk zbatohen urdhrat e Allahut, nëse nuk ka mundësi ta ndryshojë këtë. Pra kjo është prej shenjave të madhrimit të ndalesave, që njeriu kur e sheh ndalesën që bëhet, pra ndjen zemrim edhe hidhrim pse ndodh kjo, nëse ai nuk ka mundësi ta ndryshojë. A nëse ka mundësi ta ndryshojë, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e sheh një të keqe, falyughayyirhu bi yadihi, pra le ta ndryshojë me dorë. Nëse ka pushtet edhe ka fuqi, wa illam yastati' fa bi lisanihi, nëse nuk ka mundësi ta bëj këtë me dorë, atëherë me gojë, të thotë, ta ndaloj të keqen, të tregoj se kjo është haram, kjo është bidat, kjo është shirk, largohu prej kësaj, kjo e sjell dënimin e Allahut, kjo e sjell zemrimin e Allahut e kështu me radhë. Por nëse nuk ka mundësi ta bëj as këtë, atëherë më e vogla është që ta urrej me zemër. Do të thonë që të ketë urrejtje për atë vepër që bëhet, të ketë zemrim edhe pikëllim pse i bëhet mëkat Allahut subhanahu wa taala në tokën e tij. Po nëse nuk e ka as këtë, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pas kësaj nuk ka iman, do të thonë se në zemrën e tij nuk ka madhrim edhe besim të vërtetë për Allahun subhanahu wa taala.